Unë isha njëri prej tyre. Në ato ditë një miku im më thotë, tani Shqipëria nuk ka nevojë më për bajoneta dhe helmeta, po ka nevojë për punë. Që nga ajo ditë, jeta ime ndryshoi rrethsisht. Me 15.000 banor, qyteti i Gramshit shtrihet në krah të djathtë të rrjedhës së lumit Devon. Edhe pse në kërthisë të Shqipërisë, ky qytet i vogël provincial ka qenë derivon top sekret, për shkak se këtu ngrihe një nga uzinat e prodhimit të armëve në Shqipëri. Brenda izolimit komunist, Gramshi ishte dyfishi izoluar, nga bota dhe nga vetë shqiptarët. Çuditërisht, edhe sot e kësaj dite, Gramshi mbetet ende një qytet i izoluar, gati i papërfillshëm e top sekret. Astrid Kosturi ka lindur 3 ditë para Krishtit, më 22 dhjetor 1958. Në një fshat të shenjtë, siç e thotë edhe emri, Shën e Premte. I shkolluar në Elbasan në degën biokimi, i diplomuar si ushtarak, ky burr vital është dëshmi e gjallë se si mund të fillohet jeta nga e para, edhe kur i ke kaluar të 40-tat. Duke udhëtuar nëpër vite, bindesh se jeta mund të ndryshojë fal guximit individual dhe aftësive profesionale. Në çdo hap, Astrid Kosturi ka guxuar. Ka guxuar edhe pse nuk ka patur një baba të pasur apo të lidhur me elitën politike. Ka guxuar edhe pse ka lindur në një fshat të vogël dhe të humbur me smaleve. Ka guxuar edhe kur është rrëzuar një herë. Çdo njeri e ka shansin për ta kthyer jetën e tij në histori suksesi, natyrisht nëse guxon. Kështu, me guxim e punë të palodhur, Astrid Kosturi është bërë shkrimtar, biznesmen dhe veprimtar shoqëror në dobi të komunitetit. Fshati Shën e Premte, ose Lenia siç e njohin shumë të tjerë, do të ishte e gjithë bota për Astrid Kosturi. Bagëtit, shkolla, shtëpia e të parve, Përroj, Guri i Senit, Shkëmbi i Kopaqit, këtu, mes këtij realiteti nis udha e jetës. Gjithçka është e shenjtë, është malli për vendlindjen që nuk shuhet kurrë. Çdo rrënjë molle dhe qershie, çdo hardhije livath është mbështjell me dashurinë e të parve. Majat shkëmbore, pishat e larta, bagëtit që vjen e vijnë, këmborët e tyre, qenë që ruajnë tufën, ujët e kthjellët të burimeve, përrenjtë e rëmbyshëm nuk janë vetëm gjethe, pemë, gur dhe ujë, por janë gjaku dhe shpirti i këtyre njerëzve. Kujtimet e të moshuarve, këshillat e babait, për këdhëlit e nënës, të gjitha janë këtu. Dritarja e parë për të mësuar ABC-n, tabelën e shumëzimit, historinë dhe gjeografinë, ka qenë shkolla e fshatit. Ja, ajo është shkolla e fshatit tonë. Është rikonstruktuar, është shkollë e re, por në fakt është një shkollë e vjetër. Është gati 100 vjeçare. Pra ka qenë një ndër shkollat e para të hapura në rrethin e Gramshit. Është shkolla në të cilën unë kam bërë filloren dhe 8 vjeçare.
ashtu të veshur keq, me një çantë prej lecke, me mjete mësimore që sot as si relike nuk i gjejmë dot më, por me një zell të madh për studim. Edhe jo vetëm unë, por edhe shokët e mi. Prandaj nuk është rastësi që nga ky vend kanë dalë njerëz të arsimor, kanë dalë njerëz të zot, njerëz të mençur. Kysh në klasën e parë, Astrid Kosturi do të binte në sy si një nxënës i zellshëm. Drejtori i shkollës, Rrëfen. Nëna e tij, Sania, që jeton dhe sot në Gramsh, më thoshte që Astriti, veç që është nxënës e mirë, është edhe një punëtor i mirë. Para se të vinë në shkollë, ai sjell drut që nga liçeni i zi. Shkarkon drut pa vjen në shkollë. Nëna bëj zemra mal. Edhe unë dilja gjithmonë para shkollës dhe thosha, le të kemi etalon Astrid Kosturin. Kini etalon shokun tuaj për të mësuar. Kini etalon Ladin, vllajën e Astridit. Edhe vërtet këta nuk më zhgënjyen. Në vitin 1974, Astrid Kosturi shkëputet nga jeta e mbyllur e fshatit për të udhëtuar drejt një jete më të gjallë dhe më aktive, e për të marrë mbi vete përgjegjësi të reja. Dhe ishte 14 vjeç. Nga fshati Shën e Premte, për të arritur në qytet, në Gramsh, të rriturit donin rreth 6 orë 7 orë në këmbë, sepse nuk kishte makina, nuk kishte ura, si shikojmë sot. Kurse për ne të vegjëlit, për ne fëmijët, që edhe hapin e kishim të vogël, na duheshin 8 orë, 9 orë. Mbasi kishim udhëtuar 5-6 orë deri këtu, në këtë vend që quhet Kodovjat, ishte një rrugë këmbësore diku këtu, pra nuk ka qenë kjo urë, ishte një rrugë këmbësore dhe ne studionim vaun, zhvisheshim dhe kalonim në për atë va, dilmim matan. Ky lum ka qenë shumë i rrëmbyshëm, sillte me vete edhe gur që na coptonte edhe këmbët. Në cep të urës ka qenë një zyrë e vogël ku shiteshin biletat. Kacavirreshin pas ekurave për të gjetur bilet për autobus dhe shumë herë nuk e gjenim biletën. Na duhet të udhëtonim edhe 2-3 orë të tjera. Në këto foto janë fiksuar vetëm disa nga shokët e shkollës pedagogjike në Elbasan. Me bukura është se po në këtë shkollë, ku unë kam qenë nxënës, vi pas disa vitesh mësues. Do të isha mësues i fëmijëve të këtij fshati. Ishte vërtet gjë e bukur. Si mësues, Astrid Kosturi është aktiv dhe i përkushtuar. Fëmijët që ai mëson janë fëmijët e bashkëfshatarëve të tij. I njeh emër për emër, jo vetëm ata, por edhe prindrit e tyre. E di sa larg e ka shtëpinë secili prej tyre e sa rrugë bëjnë për të ardhur në shkollë. I ka lënë nxënësit e tij të dashur, studimet në orët e vona të natës, uniformën e oficerit, i ka braktisur të gjitha kornizat ku e kish futur sistemi socialist, e vendos të merret me biznes. Të blej me shumicë më lirë e të shes me pakicë pak më shtrenjtë. Tek kjo diferencë e vogël çmimi, pasi ka likujduar shpenzimet e rrugës, qerane e objektit e të tjerë, do të nxjerrë fitimin e punës së tij. Të gjithë e njohin këtë mekanizëm. Mirë po të pakët janë ata që arrijnë sukses. Duhet shumë punë për të fituar pak. Bën shoferin, hamallin, shitsin, llogaritarin. Kështu u krijua firma Kosturi, e para firmë serioze në qytetin e Gramshit, e cila shumë shpejt do të bëjë firma më popullore. Pikë referimi, takimi dhe komunikimi. Është hapur Kosturi? Takohemi te Kosturi. Ç'ishte pronari i saj që për një kohë shumë të shkurtër ishte bërë pikë referimi për të gjithë njerëzit e këtij qyteti, si gjithë të tjerët, i papunë. Ç'kishte ndodhur që ishte bërë kaq i njohur? Thjesht kish guxuar. Fitimi shumë shpejt mund të kthehet në lakmi. Pavarësia ekonomike mund të kthehet në shturje. Astrid Kosturi është tjetër lloj. Ai e vlerëson besimin që kanë njerëzit për të dhe firmën e tij. Firma Kosturi është një firmë që konkuron në treg, ka çmime të ulta. Mund të thuash që firma Kosturi konkuron me tregun e Tiranës, Elbasanit, edhe flas
Në rrethën e Gramshit ka mallin më të ulët, sidomos për vitin e ri ka bërë një skonto, mund të flasë ke 40%. Ne i shikuam gjithë të qanë edhe këtu na pëlqeu. Pas janë çik më lirë këtu. Vem se shikojmë që malli është me cilësi, çmimet janë të ulta, si janë si në vendet e tjera, edhe na pëlqen. U bën gati 18 vjet që kam investuar energjitë e mia, kam investuar kursimet e mia, kam investuar pjesë nga jeta, nga argëtimi, nga pushimi vetëm në favor të biznesit. Por gjëja më e madhe që jam përpjekur që nga fillimet e këtij biznesi që unë të investoj në këtë komunitet ka qenë besimi. Jam përpjekur të investoj besimin ke njerëzit të kësaj gjëje, ja kam arritur dhe jam tepër i kënaqur. Përderisa nga të gjithë fshatrat e Gramshit, që nga fshatrat më të largët, njerëzit drejtohen dhe duan ta kryejnë shërbimin apo të blejnë produktin pranë firmës time, kjo mua më kënaq. Ky është libri i parë, Vite pa kthim. Pasi vjen i dyti, i treti, i katërti, i pesti, i gjashti, i shtati, i teti. Vit pas viti fillon të njohën thellësi realitetin dhe nuk gjën dot paqe, veç se në letërsi, në artin e të shkruarit. Padrejtësia e revolton. Në një nga librat e tij, ai shkruan: E di që pëlqeni më shumë modestin, por s'mund të lë pa thënë që pasioni im është të shërbej të tjerëve. Prandaj u përpoqja të integrohesha në politikë dhe nëpërmjet saj të bëja më të mirën e mundshme. Por unë e pash dhe e mbajta mbi kurriz të keqen. Në Gramsh është një bërtham shumë e mirë e krijuesve shqiptar. Ndërmjet tyre shquhet edhe Astrid Kosturi. Astrid Kosturi ka një veçori që nuk e kanë të gjithë krijuesit e tjerë. Në qoftë se krijuesit e tjerë mund të jenë mësues, mund të jenë me profesione të tjera që lidhen pak a shumë me letërsinë, që lidhen pak a shumë me artin. Ai ka qenë ushtarak dhe mbas ushtrisë ai u mor me biznesin. Dhe një njeri që merr me biznesin, mua më duket që nuk rezervon kohë për të marrë me krimtarinë, me letërsinë. Unë nuk çuditem për këtë, që Astrid Kosturi sot, megjithëse ndodhet në një pozicion tjetër, në pozicionin e biznesmenit, e në pozicionin e politikanit, ndoshta tash me politika ai nuk merret, por ama është futur gjenisë së artit, gjenisë së letërsisë me një sukses të merituar. Nuk merret me anën sipërfaqësore, mundohet që në krimtarinë e tij të futet thellë, në botën e njeriut, në psikologjinë e njeriut, në shpirtin e njeriut, edhe të zbërthejë atje karaktere të veçanta të këtyre personazheve. Në këtë mbrëmje letrare, organizuar nga klubi i shkrimtarëve dhe artistëve të Elbasanit Konstantin Kristoforidi, ku bëjnë pjesë edhe krijuesit e Gramshit, Astrid Kosturi prezanton librin e 9 me titullin Kuptim plot në thonjtë e djallit. Gurgullima e ujit të ftohtë që shkumon nga përplasjet pas gurve, të kujton se sa e vështirë është jeta për njerëzit e këtyre anëve, dhe nga ana tjetër me sa energji të akumuluara është ajo. Gjen energji lulja të mbije të rritet në të çarët e shkëmbejve. Shkumon e thërmohen ujërat në rrjedhën e tyre, uturojnë pyjet nga errat dhe suferinat, të fuqishëm e të mençur njerëzit e kësaj zone. Në fakt, arti i të shkruarit tek Astrid Kosturi e ka zanafillën e vet shumë herët se viti 1990. Mbresat nga jeta e përditshme, ai ka hedhur në letër çdo mbrëmje, kyç në bankat e shkollës. Sot, këto shënime në formën e një ditari shërbejnë si lëndë e parë për librat e tij. Kur ne të vegjëlit vendosim se do të shkonin të nesërmet e Tezja, Daja apo Halla, atë natë nuk ishte gjumë. Prisnim me padurim që të vinte dita sa më herët. Kërkonim të ishim pranë dashurisë së tyre të ngrohtë, një dashuri e pamas. Pastaj na merrnin, na çonin e na shëtisnin në kopshtin me mollë dhe rrush. Kopshti i mbuluar i tëri me gjethen, ato mëngjeset me flladë dhe erash. Flladë që kishin sjellë dhurata për ne fëmijët, që kishin shpërndar ftojnë dhe dardhat gjithandej duke zverdhur tërsheshin. Si mund të harrohen gostitjet e tyre me gjithçka u gjendej, e mbi të gjitha me buzën e qeshur dhe me ëmbëlsinë e fjalëve të zemrës, më të ëmbla se çdo lloj fruti.
Në prezantimin e librit më të ri, kolegët e tij vlerësojnë guximin, profesionalizmin dhe kurajon qytetare të këtij krijuesi. Fjalë të ngrohta, dhurata simbolike, urime të sinqerta. Për ta përshëndetur kanë ardhur shkrimtarë, artistë, miq dhe shok nga Elbasani dhe Korça, nga Berati dhe Vlora, nga Durrësi e Tirana. Madje kanë ardhur edhe shkrimtarë e poet nga Maqedonia dhe Kosova. Gjatë këtij ceremoniali, po them, të promovimit, u entuziazmuam në masë bukur të madhe për faktin se dëgjuam fjalë shumë të mira për veprën e Astrid Kosturit, të cilën akoma nuk e kemi lexuar. Kjo na bën dhe nxit kurreshtjen tonë që sapo të shkojmë në shtëpi të lexojmë këtë vepra dhe vërtet ndoshta pak në mënyrë më kompetente të kemi të drejtë të shprehim mendimin më të plot për veprën e Kosturit. Megjithatë, e di se këto zhvillohet një aktivitet shumë i frytshëm letrar dhe ka një numër krijuesësh që vërtet meritojnë të lexohen edhe të studiohen. Ndje mirë që sot marr pjesë në këtë veprimtari që organizon klubi i lidhjes së krijuesve Elbasanës, që është një qytet me tradita, që ka nxjerrë figura në fushën e artit dhe e respektoj shumë këtë kujdes, veçanërisht edhe për një nga krijuesit Gramsciot, i cili me forcën e fjalës lufton të keqen. Astrid Kosturin e njoh ka 1 vjet e këndej. Kemi pasur raste të ralla, por ky sotmi është kulminant. Shkrimtarin Astrid Kosturi do ta vlerësoja për guximin qytetar që ai bën në letërsi shqipe, të vetmen mundësi që ka për t'u shprehur, për padrejtësitë që bëhen jo vetëm në emër të tij, por në emër të një komuniteti të tërë në qytetin e Gramshit ku ai banon. Veprën Astridit më mirë unë e njoh nëpërmjet punës time si gazetare dhe mendoj që zëri i tij duhet të dëgjohet. Po vetë Astridi, si e sheh letërsinë? Disa mendojnë se është profesion, disa mendojnë se njerëzit që shkruajnë kanë një dimension të veçantë. Unë mendoj që të shkruarit është një mënyrë të shprehuri dhe e ka çdo njeri, pavarësisht nga aftësia, nga muza, dikush shkruan më bukur, dikush do të ngjall bukuri estetike tek lexuesi e të tjerë. Unë pothuajse që në 8 vjeçare më ka pëlqyer që të mbaja shënime. Dhe kam shënime nga 8 vjeçaria, nga shkolla e mesme, edhe pothuajse nga gjitha aktiviteti i ditës, në mënyrë të rregullt, mbaj një ditar. Dhe vitet e fundit i kam sistemuar këto mbresa, këto kujtime, në formën e tregimeve, në formën e eseve, në formën e një refleksioni. Në përgjithësi, jeta ime ka qenë dinamike, ka qenë aktive, jam marrë me biznesin, jam marrë me politikën, kam qenë aktiv në komunitet, jam marrë me letërsinë, jam marrë me drejtësinë. Kjo më ka bërë që të njoh tipa, prototipa, njerëz të karaktereve të ndryshme, gjë që shërben edhe si lëndë e parë për letërsinë. Duket sikur libri ka dalë mode. Duket sikur libri nuk lexohet. Dhe realisht ka një farë rënje, sepse njerëzit sot marrin informacion nëpërmjet internetit, nëpërmjet mjeteve të ndryshme të informacionit, por unë mendoj se libri është i pazvendësueshëm. Në radhë të parë në libër, historia e një njeriu ose e personave që e rrethojnë është pjesë e historisë së një vendi, së një komuniteti. Pra, ajo që ka unë shkruaj mendoj që nuk është vetëm personale, por është pjesë përbërëse e historisë kombëtare. Udhëton nga do në Shqipëri e jashtë saj. Mirë po askund nuk gjen fole më të ngrohtë se sa vendlindja e tij, Lenia e shtrenjtë. Këtu janë rrënjët dhe vjen çdo stin, në pranverë e në dimër. Edhe makinën prandaj e ka bler të tillë që ta çojë sa më shpejt
në fshate të mos e lënë në mes të rrugës. Për shumë kënd dimri është i padurueshëm. Mirë po për Astritin, kjo stin ka bukurinë e vet. Dimri i kujton vitet e rinisë, kur bashkëfshatarët e tij mbështeteshin tek njëri tjetri për të përballuar skamjen dhe varfërinë, dimrin e ashpër dhe mungesën e infrastrukturës. Ky realitet e bashkonte fshatin, kurse njerëzit i bënte më solidar me njëri tjetrin. Dhe sa po largohet prej këtej, malli e merr përsëri e përsëri kthehet në vend të lindje. Bora shkëlqen ende mbi tomor. Në fushë ka shpërthyer blerimi, si në rastin kur takon një njeri të vetëm, ashtu edhe kur takon shumë njerëz, si kur shkon në një shtëpi fshati, ashtu edhe kur takon një baribus përrojt, Astriti ka dëshirë të dëgjoj për jetën, për fëmijët dhe punët e tyre. Gëzohet e hidrohet njësoj si ata. Shumë nga historitë e librave të tij, nga këto takime e kanë frymëzimin. Ja pikërisht gjithë ky ambient rreth e qark lidhet me kujtimet nga më të bukura. Lidhet me ato kujtime të një moshe që nuk kthehet më. Dhe tani kam dëshirë t'ju tregoj diçka më konkrete. Shtëpinë e të parëve të mi. Shtëpinë në të cilën kam lindur unë dhe kam kaluar fëmijërinë dhe rininë time. Këtu të kjo shtëpi e vjetër ka qenë një dykatëshe, por dhoma më mirë që ne quanim oda e miqve, ishte vërtet për miqt. Më pas u ndërtua shtëpia tjetër. Në fakt unë kam lindur në Kasoll. Ishte e tillë jeta e vështirë. Kjo shëtitje me teleferik në malin e Dajtit është nga të rallat për të dhe familjen e tij. Ai e di se çdo të thotë ngrohtësi familjare. Mirë po angazhimet e shumta shoqërore, biznesi, udhëtimet dhe të shkruarit në mënyrë sistematike nuk ja japin këtë privilegj. Përgatitja e këtij filmi më në fund i bën 2 ditë bashkë dhe ai cakton një udhëtim në malin e Dajtit. E si mund të ngrihet një shoqëri më e mirë nëse nuk funksionon familja? Si mund të zhvillohet biznesi nëse nuk të mbështet gruaja dhe fëmijët? Si mund të shkruash libra nëse të mungon ndihma familjare? Në fillim jam përkushtuar fëmijëve, burrit tim, familjes time, dhe këto i bëmi shumë kënaqësi. Pastaj është Astriti që mi lehtëson punët me sjelljen që ka ai Karshimeje, me respektin, me përkushtimin ato momente që i del koha, edhe kështu që i harroj të gjitha lodhjet, gjitha shqetësimet, gjitha problemet që kam. E gjej forcë vetëm nga mbështetja që më jep ai nga ana morale. Këtë qetësinë shpirtërore e ndjen duke e shkruar. Edhe kështu që mua më intereson më tepër qetësia e familjes, që çdo njeri të jetë i qetë, punoj me atë çfarë dëshiron vetë, atë çfarë ka vetë pasion, dhe se sa ke fitimi, dhe unë vetë nuk krem pas fitimit. Përderisa Astriti është i qetë të punoj në këtë drejtim, unë përsëri ndjej e kënaqur, nuk e di, jam lidhur aq shumë shpirtërisht me atë sa gjithçka unë ja fal. Ky besim reciprok i jep kuptim familjes, krijon harmoni, ekuilibër, paqe. Pikërisht për këto vlera njerëzore, Astrit Kosturi meriton vëmendje.
për punën që e ka trashëguar nga të parët, për disiplinën që e ka kalitur edhe më shumë në Akademinë Ushtarake, për mirësinë dhe përgjegjësinë personale që ndjen në çdo kontakt me njerëzit. Janë pikërisht këto vlera me të cilat Astriti ka tejkaluar rrethanat ku lindi. Janë pikërisht këto vlera që e bëjnë atë të dobishëm për komunitetin ku jeton dhe vepron. Ata që nuk i vënë re, do të thotë se i kanë tradhtuar këto vlera.